Vlezër të nderuar xhamatlit të pranishëm, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me serialin e ligjëratave mëkatet e mëdha, ku sot do të flasim për një mëkat i cili është i përhapur në mesin tonë në kohën ku janë shfrenuar epshet e njerëzve, në kohën e fitneve, në kohën e sprovave, në kohën e rrjeteve sociale të shumta, që janë përhapur në mesin e kohës tonë, kur rinia jonë e ka shumë vështirë që të largohet nga ky mëkat i cili është mëkati i moralitetit apo zinaja, vëllezër të nderuar. Është shtur epshi dhe nefsi në mesin e njerëzve, ku njerëzit sot e kanë shumë vështirë e sidomos të rritë që të largohen nga ky mëkat, ku në rrjetet sociale, në për telefonat e tyre, në për programat e ndryshme, në për rrugë, zhveshja, shumë gjëra të cilat janë të afruara për fitnën e njeriut, që njeriu mundet çdo moment, çdo çast, çdo rast të rshqet në këtë mëkat, i cili është mëkat aq i shëmtuar, saqë ky mëkat është shkak për përhapjen e shumë sëmundjeve, siç është në transmetime në hadithet e Muhamedit alayhis salatu wasalam, përhapjen sëmundje të cilat nuk kanë qenë të gjyshrit e tonë, ky mëkat bëhet shkak për në përkëmbjen e nderit të muslimanëve. Ky mëkat bëhet shkak që njeriu ta privon nga pasardhësit e tyre që nuk ta din dhe lozën e familjes së tij, se kanë e ka babë dhe kanë e ka nonë, e kjo është mëkati i madh i cili quhet zina apo kurvëria në përkthim, apo imoraliteti apo amoraliteti, apo siç dush mundesh ta quajsh. Prej rasteve, prej shkaqeve që është përhapur ky mëkat, njëra prej saj është që njerëzit sot nuk ruhen që përziren burra me gra. Përzirja burra me gra është një nga defektot më të mëdha që njeriu të bën zina. Sepse kur përzihet burra me gra dhe mundet që të jetë ndonjë vajzë e re që provokon edhe sot tjetra e cila është zhveshja, lëkuritësia në për tubime, dhe mundet që kjo të bëhet shkak signal për ta filluar një mëkat nga mëkatet e mëdha i cili pastaj përfundon deri tek zinaja. Tjetra është udhëtimi i shumë grave sot në për këtë botën pa mahrem, pa përgjegjës familjar. Dhe kjo është ndër ta që e shton do të thotë problemin e zinajës. Dhe tjetra është sot që shumë të ri që punojnë në për vende të ndryshme, në për institucione të ndryshme, që shpeshherë i ndodh që vetmohet me gra dhe me femrat e huaja. Dhe shejtani punon. Allahu azza wa jalla thotë: "Wala tattabi'u khutuwati shaytan." Mos i ndjekni hapat e shejtanit. E hapat e shejtanit çka është? E pari hap është ti të vetmohesh me një grua. E kur të vetmohesh me atë grua dhe ti mbyllish dyert, edhe të bisedojsh pastaj, vjen deri te ky mëkat i madh që Allahu azza wa jall e ka renditur në një ajet bashkarisht me mëkatin më të madh në sipërfaqen e tokës, i cili është shirku, vrasja dhe pastaj zinaja. Thot Allahu azza wa jall: "Walladhina la yad'una ma Allahi ilahan ahar", ata që nuk lusin zot tjetër përpos Allahut, wala yaqtuluna an-nafs, e as që vrasin, as që mbysin njerëz, pastaj thot wala yaznun, dhe as që ata bëjnë zina. Domethënë e ka renditur shirkun, që është mëkati më i madh, pastaj ka ardhur vrasja, e treta ka ardhur zinaja, me një ajet bashkarisht e ngjitur njëra pas tjetër. Me na tregon neve se ky mëkat nuk është një mëkat nga mëkatet e vogla, nuk është një mëkat nga mëkatet e thjeshta, por është një mëkat i madh që Allahu azza wa jall i ka venduar peshë dhe rëndësi, saqë e ka cekur me shirkun, me vrasjen dhe me nderin. Kanë thonë çka është shirku? Shirku është haki i Allahut që e ki në përkombën me shirkun. Tjetra pse vrasja? Se e ki leju gjakun e muslimanit e ki në përkëmb. Dhe tjetra zinaja e ki në përkëmb nderin. Sa interesant, subhanallah. Sheriati e ka bërë ai dënimi atij që bën zina, që të gurzohet, që të vrahet, mbytet ai i cili është i martuar dhe bën zina. Pse? Për mja arrujt nderin muslimanve.
Sepse kur më përkëmbët nderi, nuk mbet ma dinitet në familje. Nuk mbet ma moral në familje. Nuk mbet ma as një sen nga islami. Për ata, tha pejgamberi a.s. nga porosia e pejgamber shumë të herës, çka konën? In lem të stahji fesna mashit, nëse hup turpi, hup morali, nuk ka më kufi. Atër bën çka do të njeri. Për ata i ka vëndu atë shumë pesh, sa që me mbyt një njeri, duhet të kikesh di dëshmitar, që e ka vra. Për zina, a duhet një, duhet dy, jo, 4. 4 dëshmitar, duhet t'i ketë një person për me akuzue në gjyq personin që ka bo zina. A i dini pse kjo? Të vrasja 2, të zinaja 4, që mës t'i në përkombët nderi muslimanve, mës t'i nxjerët biftan, mës t'i nxjerët iftira se filoni ka bo zina, atë shumë shëriati e ka rujt nderin e muslimanit, sa që i ka bërë obligim t'jen 4 dëshmitar, ta përshkruajnë detale me tesha, me dhomë, me vend, me situatë, me kret, nëse njëri prej tyre diçka ndryshon, nuk janë të barabartë në informata, rihën çdo njëri nga ta ka 100 shkopi, ka 100 kamxhik. Dhe më thonë qka? Për ta rujt këtë nder, këtë vlerë të madhe që Allahu subhanahu wa taala e ka ndaluar. Mirë, po shariati kur e ka ndaluar një gjë, e ka ndaluar dhe rrugët dhe mënyrat për t'u afruar tek të zinaja. Njëra ndër rrugët e cila e afron njeriu te zinaja është shikimi. Pse Allahu azza wa jall kur e ka përshkruar për besimtarët ka thonë: "Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Thuaju besimtarëve në t'i ulin shikimet e tyre dhe në të ruajnë nderin e tyre. Wa qul lil mu'minati yaghuddudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minhum. Ka thonën për gratë në t'i ulin shikimet e tyre dhe në t'i mbulojnë pjesët e trupit e tyre që mos të bëhen provokim për të tjerët. Është interesant. Allah azza wa jall kur e fillon ajetin surën Nur për çështjen e zinajës dhe tregon rregullin se ai i cili është beqar dhe bën zina i ka 100 kamxhika, e pastaj në sunet ka ardhur ai i cili bën zina është i martuar gurzohet deri me vdekje, e ka filluar ajetin wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jalla. Kur vjen thot kurva apo zinaxhika e cila është grua dhe zinaxhiu burr, rihni ato me 100 kamxhika dhe mos keni mëshirë për dënimin e tyre. Dietarët kanë thonë kur ka ardhur çështja për me vjedhsin, për atë që vjedh, ka thonë wasariqu wasariqatu. Ka thonën prejani dorën ai që vjedhsit dhe vjedhses grua. Të parën e ka qit burrin, për s'dytë e ka qit gruan, se më shumë ti çka bëhet vjedhja, bëhet te burrat. E te gratë bëhet vjedhja, mirë po ma pak. E kur ka ardhur te zinaja, ka thonë ajo që bën zina kur vri nga gratë, e pastaj nga burrat, pse ka nxjerr s'pari herë gruan, e pastaj burrin, se më së shumti është provokimi tek gratë. Për ata tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, kur del një vajzë nga shtëpia, parfimose, trekullohet, ndreqet me tesha provokative, dalin di shejtan që e shoqërojnë ata, njëri e zbukuron prej gjys e lartë, e tjetri e zbukuron prej gjys e poshtë. Ndoshta shpesh herë ndodh te njerëzit që ndoshta bashortja e tij është 100 herë më e bukur, më e mirë sa ajo e cila është në rrugë, mirë po shejtani aq shumë ja zbukuron një prej armët e shejtanit është mja zbukuru haramin, mja zbukuru mëkatin, mja zbukuru gjunajnë ti duke së është diçka shumë e madhe, në krahasim ajo nuk krahasohet me atë çka e posedon ai. Për ata, dietarët kanë thonë një fjalë shumë interesant. Njeriu i cili bën zina, e ka dënimin që i shtohet epshi i tij më tepër dhe nuk ka mundësi të ngopet asnjëherë, shkaku se shejtani atë shumë i ka bërë cytje, sa që e kanë përshkruar dietarët i kanë thonë, sikur një njeri i cili shkon deti dhe don të pinë çka ujë nga deti, dhe nëse pinaj ujë nga deti, a i shukët etja?
Jo, i shtohet etja ma tepër. Sa ma tepër që pin nga uji i detit, ma tepër i mjelmët, edhe ma tepër i etur, dhe ma shumë pi derisa të pëlqet njeriu. E kanë thonë Hasan el Basriu, nëse njeriu asaj lloji është që e ka konjët e tia dhe shejtani që as zbukuron, thot derisa njeriu nëse i përdor dhe bën zina me krejt njerëzit, me krejt gratë, dhe vën në fund vetëm një grua e cila është robresh, ndoshta është më e shëmtuar nga të gjitha tjerat në bukurinë e saj, thot kishte thonë me pas bo matë ku me diçka ka atje. Pse? Nuk frihet njeriu nëse shfrenohet nepshin e tij. E dënimi çka është dënimi i këtij njeriu? Një prej dënimeve të njeriu në këtë dynjë është se i kthehet në familjen e tij. Shumë raste njerëzit që kanë bo zina, thot vallahi më është afru mu martu me gratë ndershme, me gratë mira, nuk më është dhanë mu martu, kam qenë fejes 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, e kam lishu gruan, ose është martu, pas asaj e ka liru 1, 2, 3, 4, dhe kam bet beqar. Pse? Se zinajën të cilën e ka bohe, ndoshta është pendu, mirë po, i kanë bet defektot dhe çdo grua e cila e lipsha dhe kërkojsha për ta martu, lind ke ideja për shejtanin se edhe kjo më tradhton sikur më kanë tradhtu. Pse? Se njeriu i cili është tradhtar mendon se këtë dynjë janë tradhtar. Njeriu i cili është i sinqert mendon se këtë dynjë janë sinqert si veti. Nëse njeriu është i moralshëm, mendon se këtë dynjë janë të moralshëm. Njeriu i cili është i pamoralshëm mendon se këtë dynjë janë të pamoralshëm, sikurse ai, sepse smundjen e ka në vetin e tij ai. E për ata një prej gjërave që të afron tek zinaja është shikimi. E këshilloi Aliun radhiyallahu anhu. Thal, ja Ali, la tuttabi an-nadhrata an-nadhra, fa inna laka al-ula wa laysa laka al-ukhra. I tha o Ali, mos shiko shikim pas shikimit, se shikimi i parë është i joti, kurse shikimi i dytë nuk është më i joti, shikimi i dytë është i shejtanit, i epshit. Për ata i cili e ul shikimin, kanë thonë se këti personi hik për gjunojt, një, e dyta e ka rahati shpirtin e ti. Pse është e ndaluar zinaja, dhe pse shikimi, bas shikimi ka ardhur në hadith, pejgamberi alayhis salam ka thonë, syri bën zina. Ka thonë, el ajnani tezni, syt e besimtarit bëjnë zina. Wa zinahum an-nadhar, çka është zinaja e syre? Zinaja e syrit është me shikun haram. Wal yedu tezni, dhe dora bën zina. Zinaja e dorës është i folish gruas të huaj që se ki mahrem, familje, grua, familje të huaj që i fol për dorë, folja e për dorë është sikur se dora jote ka bu zina. Pastaj tha pejgamberi sa wal lisanu tezni, dhe gjuha bën zina. Çka bën gjuha zina? Kur ti fol fjalë të mira, fjalë oshse, fjalë tërheqëse, që e tërheq ma shumë muhabet me hi ma fellë muhabet. Pastaj ka thonë wa rijlu tezni, dhe koma bën zina. Cila komë është ajo komë që vazhdon afrohet në vende ku bëhet zina, e di që ka fitnë e fesat, në momentin që niset me shku taj vendi, koma e ti është duke bu zina, dhe në fund tha, al-fargju yusaddiqu yukadhib, atëher organi gjinital e vërteton zinan e vërtet, apo e ndal me aq. Mirë po njeriu që e shlon shikimin, njeriu që e lëshon dorën, njeriu që e lëshon gojen, është shumë problem, se shumë interesant, ajetin kur të ndalesh ta analizojsh, shef diçka shumë interesant, shef urtësi të madhe. Allahu azza wa jall kur ka ardhur alkooli ka thonë mos pini alkool. Kur ka ardhën për mos adhuroni dikën tjetër, mos hani mishin e derit, mos e pini alkoolit, mos ndale. Kur ka ardhur zinaja, a ka thonë Allahu mos bën zina? Ja, ka thonë wala taqrabu zina, mos ju afro zinajës. Pse mos ju afro? Çishën më afro? Nëse ti dash me gruan vet, nëse ti udhton me një gruje të huaj në udhtim veç vet. Këto janë domethënë gjonat, wala taqrab, mos ju afro, mos i fol, mos shkon në vende ku mundesh me rënë zina. Duke thot, ja be o gjon jam i martuar, unë i fali namaz, unë i kam punë në rregull, unë nuk bin kësaj gracka. Shumë prej njerëzve derisa dietar kanë thonë,
prej sahabëve, prej tabeinëve plak, ka thonë nuk me mshel me një dhomë, në Hasan al-Basriu ka thonë, me mshel me një dhomë që është me altan, me ari, me pasuri, ju garantoj se nuk marr asnjë dinar. Ama me mshel, me një dhomë, me një gruje, edhe në qoftë se nuk është e bukur, s'muj mi garantu veti si sabaj muj me dalë sagla. Ta, para mendo, une konkret raste, ka një ndër rastet mataze që une di që direkt që i njof njerëzit, qika të punu në spital të shtetit, të i ndru, do të thot, natën dhe ditën, ndrimët, ka ardhë koha me kolegë, duke net me kolegë, duke ushtu muhabet me kolegë, duke qesh me kolegë, duke hi muhabeti ma fele, duke u vetmu, derisa ka ronë zina, me 3 fëmijë të shtëpia, çka ndodhi, le fëmijët e le burrin, shkon e merr një burr tjetër, i cili ai pa martu kjo me 3 fëmijë, kjo le burrin me grot, ai le shkon martohet e shtëpia. Zinaja ndal nga dal. E dini rastin, e ka cek Ibn Qayyim el-Jauziu këtë rastin, thotë që janë kanën 3 vlezër, luftar, që kanë qenë besimtar të mirë, po ju kanë ndrujet nana dhe baba dhe nuk kanë pas familjet afër dukush, e kanë pas një motër, ajo motra ka qenë më e vogël se këta dhe nuk ka qenë e martuar, ka qenë beqare. Mirë po ka ardhur koha që ata kanë dashur me shku në luftë, edhe kanë thonë ku talon me manet këtë motrën tonë, njëri prej tyre ka thonën, e njofi një filan evlijaj. Një filan njëri devotshëm, njëri mirë, është izolu me një vend jashtë njerëzive, ai vetëm se ban ibadet, adhurim, nuk përzihet me njerëzit, nuk dina njëri më të sigurt, më të devotshëm, më të mirë se sa ai personi. Më të sigurt, më të garantuar me lën motrën. Edhe nisën, thotë e pari hapi shejtanit që e mashtron këtë dietarin, jo dietar, po është adhurues, edhe këto vlezrit që vlezrit e vet vendosin me dërgue, vlezrit e vet vendosin me dërgue tek ky njeri. Në momentin që ky njeri e pranon, në momentin që ky njeri e pranon që të vjen, dhe thotë që ta lejon që, dhe kur erdha ajo vajza tek ai njeri i cili ishte adhurues, shejtani çka e mashtroi, gjën e parë e mashtroi që e pranoi ai që ta mbikëqyr atë çikën derisa të kthehen ato pi lufte. Thotë kjo konë shejtanit parën pikë që e ka mashtruar. Mirë, po çka ka bëj? Nuk e ka marrë dhomën e vet. Ka qenë një dhomë apo një shup apo një shtëpi përballë atina. Po duhet më çu ushqim, duhet më çu haje pije, ka nevojë, një ditë i çon ushqim, 2 ditë, 3 ditë, shejtani i thotë, thotë ajo i ka lënën, vëllezërit e vet kanë shkuar në luftë, ajo s'ka kërkan. Çishti ja le ushqimin te dera, shkon ushqimi i ftohet sen, ti dush mi dhon pak vullnet asajna, mi dhon pak kurajo, mi dhon pak gajret që kanë mu kthi vllazët e tu, çka kanë nevojë diçka, mos e smut. Ja nis me bu muhabet, shiki punt, mirë, tap, tu bu muhabet, ne ditë të po frigna, te oda, tu bu muhabet, a ban me fleç, tu ban me fleç aty. Flenç aty, ndodh bëhet zinaja. Masi bëhet zinaja, mbeq talzane, shtaj, po kthejnë vllazët e vet pi lufte, ka mu ashiqare, mund është me mshej muhabetin, që ki me mshej muhabetin e thmijës. Me ndonë çka me bo, vjen koha lind thmija. Kur lind thmija, çka ban? E mbyt këtë thmijen. Edhe e vuros në atë dhomën mbrenda, e mbulon, që kur të vinë, mës dihet kur gjonë. Mirë po, kur ben me fleq shejtani, thot, ti e ki mita thmijen, pa menon që në vetë ka me bo sabër, s'ka me u kallëzu ative që e ki mita. Çka thot? Mire, ka që ashtu është. E mbitë edhe atë gruën. Kur të vene, du ju thonë dhe zë vetë, i erdhë koha me vdek, Allah në xhenet, çka me bo? Tamam, e mbitë edhe ata e vuros mrejna se shef kërkush. Donë Zoti që ato luftojnë ato 3 vllazët, kthehen të 3 gjallë. Kthehen me këshirë motra, ku a motra ka vdek. Tash i besoj njëri devotshëm, njëri është da, po tham njëri devotshëm, jo musliman i thjesht, njëri devotshëm, që e ka njoh njerëz devotshëm. Mirë, po këto çat na dojnë me pushu edhe me vazhdu rrugën në vendin e vet ku e kanë pas me shku. Kur bin me flet, shejtani, çaj shejtan, që e ka mashtruar atë adhurusin, edhe atë motrën ative, tash po ju vjen edhe këtive nëndë, njëri thotë, s'ka vdek motra jote, po motrën tonë e ka mbytën, që këto është i vorosën që këtë vendi. Shkon të i dyti, të i treti, të tretë e shofit një të nëndër. Kur qohët, thot, a fletëve vëlla, po ma pa është diçka një ndër, thot, keqe, qka qështu, thot, valla edhe unë e kum pa. Këse një treti, thot, valla edhe unë e kum pa. Të tretë,
Çka bëjna? Do të gropojna. E gropojnë, kur e gjenë motrën atje e vramë e mbyt. E shojnë edhe fëmijën. Çka bëjnë? E lidhin këtë personin me një vend i cili është nxehtësi e madhe që ti del shpiti ndal ngadal, me një shkretir. Ka thonë se me mit këtë nuk është e mjaftueshme. Ti dalë shpiti kështu ndal ngadal vet. Edhe e lojnë e lidhin aty. Edhe një kohë gjatë më derisa etët, uri e madhe dilin mbi kokën e tij. Çka bani, vjen shejtani nga. Thotë, "O filan, deri këtu që të kumpru, thotë, unë të kumpru këtu." Thotë, "Vesh muj me shpëtu." Çka? Thotë, "Vesh një kusht e kam." Çka në kushti? Thotë, "Mohoj që s'ka Zot." Nëse mohon që s'ka Zot, unë të liroj. Në momentin kur e shet që është shumë i raskapitur, i lot, më të i dalë shpiti, ja bën me krije, po, s'ka Zot. Qatë moment vdes. Allahu Azza wa Jalla çka thotë? Mathalu shejtani idh qala lil insani kfur. Shembulli i shejtanit kur i thot njeriu të ban kufër. Shejtani i thot njeriu e shti deri me bë kufër. Domethënë pin zina, pin mëkat, me shtin kufër. Kur ta shtin kufër, qala inni bariun minka inni akhafu Allah rabbul alamin, thot unë jam distancum nga ajo vepër që e ke bë ti, unë i kam frikë Allahut, Zotit të gjithë botrave. Para no, ki ka shejtani thot unë frikna, ku ki hi ti unë s'kam mundësi me hi. Domethënë çka ishte zanafilla? Zanafilla ishte domethënë deri tek zinaja. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka treguar për çështjen e zinajës, ka thonë se la yazni zani wa huwa mu'min, nuk bën zina besimtarin momentin kur e kryen aktin e zinajës që të jetë besimtar i ngritet imani si një mjegull. Në momentin që e kryen aktin dhe i bjen pishman, i kthehet domethënë imanin. Në momentin i ngritet imani. Disa dietar kanë thonë nuk e ka imanin e plot ky person i cili e kryen domethënë kët akt. Po ashtu la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasrik sarik hina yasrik wa huwa mu'min ila yashrab al-khamr hina yashrab wa huwa mu'min. Nuk është besimtar momentin që pin alkool, i dehur, i pianica, ka ardhur në transmetim edhe ai i cili bën zinë në momentin e zinajës, edhe vjedhsin në momentin e vjedhjes, dhe ka ardhur ditën e Kiametit, Allahu s'ka mi shiku 3 persona, thot la yuzekihim, s'ka mi pastruar ato pi gjunaheve, wala yanzuru ilehim, as ka mi shiku këta persona, wala hum adhabun alim, dhe kanë dënim të dhëmshëm 3 gjona, ka thon kusha e sheikhu zani, plaku zinaçar. E në habit në ditë që thëna pse? Se plaku është plak, nuk ka epshmo, është i loth, është domethënë moshën e shtyrë, edhe shkon bën zinë, thëna kjo s'munët, nejna të i pa në për portale, në përsen gazetar që ju bëjnë domethënë kurtha, i shohin se plesht duke shku në për vende ku bëhet domethënë zinaja. Allah na mbroj. M'pleshni i korit Allahu Azza wa Jalla. E thot ki njeri i cili bën zina, në të mosh, Allahu nuk e pastron, Allahu nuk e shikon. A di çka më thonë nuk e pastron, nuk e pastron pi gjunave, nuk ja fal. Nuk e shikon me syrin e mëshirës. Edhe ai ka një dënim dhëmshëm. Ai ka një dënim dhëmshëm. Për ata zinaja për gjunahi është me grada, me bo zina me gruet huj është gjuna shumë i madh. Me bo zina me një gruet, një luftarit, një mujahidi që ka shku në luftë dhe tjetë tradhton me gruën atina, vjen thot ditën e Kiametit ja merr ketë se vapët ai personin ditën e gjykimit. E thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, ai i cili bën zina me kujshikën e vend, e ka gjunojnë më të madh ai që bën zina me tjetër grua. E zinaja më e madhe, mëkati edhe më i madh është njeriu kur bën zina me të afërbit me familjet e saj, me familjet e tij. E pse ne themi që Islami na ka ruajt neve nga shumë sende fal këtij fejes madhe që Allahu Azza wa Jalla na ka ndëruar me këtë Islam, ne ruajna sot familjen e dina kanë kena gjysh, e kanë kena stërgjysh, e kanë kena katragjysh, e kështu me rast sebepi këtij Islami që ne kena ruajtën, e kena ruajtën derën, e kena ruajtën domethënë martesën, e ato që kanë bëj jashtë martese, na për Evropë ti me shku nuk e din se kanë ka bab, kanë ka nën, shpesh herë vet nanën e vet, oj nën kanë ka bab. Pse nuk e din? Prej zinajës që u boj nuk din më kërkan se kanë ka të njofshëm. E kjo, çfarë? Shfrenimi i epshave, shfrenimi i amoralitetit të madh. E pastaj derisa në Evropë ka pas rast që e keni ndëgjuar raste që ka bën marrëdhënie me vajzën e vet, edhe i kanë lindën 7-8 fëmijë dhe kanë kap, policia pastaj se e ka torturuar. Ka pas raste të ndryshme.
Prej qerave, prej domeve të mëdhoja çka është? Prej domeve të mëdhoja është shtimi i aborteve as të mëdhoja që bëhen, edhe të kemi treguar se ai që e aborton një fëmijë sikur se me vran një fëmijë të vogël, aborta me miliona ka në përket botën që abortojnë shkaku i zinajës, shkaku i amoralitetit. Edhe kanë me pas përgjegjësi të madhe për se nuk ka faj ai fëmia i vogël, ai i cili domethënë ka bë këtë akt të amoralitetit. Për ata tha Muhamedi alayhi salatu wasalam, "Lam tadhar fahishatun fi qaumin qat." Nuk përhapet tek një popull amoraliteti. Dhe ata e përhapin. Illa feshet fihim ut-taun, përpose në atë popull shpërndahen smundje, wal auja, dhe shpërndahen viruset shumëta, allati lam takun min aslafihim, që nuk kanë qenë me arët të stërgjishit. Ne shohim çështja e sidës. Edhe smundjeve të ndryshme që janë si rjedhoje e zinajës, që shembull vjen deri çaj personi cili ka qenë i fortë, kalbi i likurës, kalbi e trupit, ndal ngadal dobësi çdo virus, çdo smundje çka vjen aty i bjen. Ato që e kanë sidën, çat që kanë imunitetin e dobët, çdo smundje çka vjen, çdo virus ato të parë i kapte dhe i rrezon për tokë deri në vdekje. E çka zinaja tregon njëri thotë kishte njoftuar një vajzë edhe kishte marrë në shtëpi dhe kishte bërë zina, dhe kur ishte qenë sabah në kosht, kishte i në banjë, ja kishte shkujt me Karmin për hajt kofsida, unë jam me sit. I ka thonë për hajt kofsida, me Karmin ja ka shkujt aty. A kallzon rast, subhanallah, një dietarit botën arabe, një gruaj kishte lajmëruar në telefon duke qajt, o hoç, un kam një problem shumë të madh. Më ka ndalë pozitiv puna e sidës. Ka thonë si? Ka thonë, vallahi, unë veç që jam martu kur, s'kam pas burë, s'kam pas që kam hec me dekan. E qish? Thot, burri i saj ka konë në tregtar që ka udhëtuar për vendet ndryshme të botës. Edhe burri i saj kur ka udhëtuar, ndal nga daltu vetmu, ka rënë zinat disa herë. E një prej zinajve që e ka bo, e ka bart ajo virusin e sidës. E kur është martue, ja ka përçu edhe gruasve. E thot, sot të ditin atë smund prej këti virusit. E këto nuk kanë qenë për para. Mirë po me shpërndarjen e zinajës, ka fillu mu përhapën në përket vendet e botës, dhe shohim sot se bota është qunë kom, edhe don me luftue, do të thot, sidën, don me luftu sidën, çka thot, do të me marrë preventiv, me u konë kështu, pse? Për me luftu sidën shumë letë, do të me luftu zinajën. Mi thonë, direkt me luftu moralitetin. Po nëse luftojnë ato barabar, atër bënë e musliman barabar. A çka është më interesant, te librat qiellor, edhe në Teurat, edhe në Injil, konë e ndaluar zinaja. Dhe ka pas rast që në kone pejgamberit alayhis salam, di jehud kanë bërë zina, i kanë marrë jehud, njëri ka menduar që ka me shpëtu, ka thonë me u dënu tek populli jem, sipas Teuratit duhet me mbyt ata mua. E ka me këshit te Muhamedi, ka thonë du mu gjyku te Muhamedi. Kur vjen tek Muhamedi alayhis salam, thot një jehud do mu gjyku tek ti, thot unë i gjykoj jehudët me Teurat, ato se besojnë Kur'anin, ta besojnë Kur'anin i gjykojnë me Kur'an. Ato janë të besuar vetëm Teuratin i gjykojnë me Teurat. Edhe thot merrni çka thot Teurati, thot vetëm se merrem me kamxhik. I thot Abdullah ibn Selame, jo i dërguari i Allahut. Abdullah ibn Selame ka qenë njëri prej sahabeve që ka qenë përpara dietar jehudëve dhe ai pranon Islamin me ardhen e Muhamedit alayhis salatu wasalam në Medinë. Thot ne ta lexoje kur fillon me e lexu, thot e vnon di gishta për mos mu pa. Thot heki gishtat mes dyve di gishtave, shkruan edhe në Teurat që duhet mu gurzu ai që është i martum dhe ban zina. Dhe do të thonë ekzekutor. Mirë po me kohë, duke apo halal njëri tjetrit, duke ndërhi rahbanët dhe ahbarët, do të thonë dietarët e krishterëve dhe dietarët e jehudëve, duke ndryshuar në origjinalitetin e librit e tyre, kanë filluar do të thonë me liru, sot kanë mbrit do të thonë punat që ata nuk mujnë miran fije. Derisa kishte dalë një prift në televizor, kishte thonë a ka mbet dhe një moral, dhe një nder për neve, ku ne gratë tona i kina të shpluta me zina, nuk dina kush ban zina, kush hin, kush del, e merr djalin, eshti në shtëpi, eshti në dhomën tonë, në shtëpinë tonë ban zina, del, e nëse një thutë se çka ke bose liria jon, liria të shprehur, demokracioni, këtë të gjona ka ndodhë,
a kemi ne ndonjë non, ndonjë motër, ndonjë vajzë të ndershme si kanë musliman? Ka thonë ne i keq në mbulesën ative, ne va keq në fenë ative, veç 100 milion herën më të mirë se ne. Sa ato e ruajnë derën, ato e dinë kanë gjysh, e kanë stërgjysh, e kanë non, e kanë gjyshe, e stërgjyshe, e njohin, e dinë familjen e tyre dhe nuk ka kësej problemet çka kemi ne, problemet e shumta. Mas 17 vjetëve, mas 18 vjetëve derisa çket e ka gjarë, mas 20 vjetëve derisa çat e ka çik. Po çishve, po ku e di kur patkon e ditëlindja, u pata pi atë nuk e disha ku jam, se di çka patkon mas të jonë me stojçën me ku e di unë kanë, e sot është çket çikajem ose xhaliem. Kjo ndodhim pse? Ndodhin se ata e kanë ndryshuar fenë dhe e kanë liru fenë, e muslimanët për fat keq ndal nga dal janë të shkuar pas hapave të ative. E thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, le tattabi'an sunan man kana qablakum shibr bi shibr dhiran bi ra hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu, keni më ndjek hap pas hapi, kut pas kuti, nëse ato hynë edhe në birën e ardhucit, ju keni mundu ti ndjekni ata. I than sahabët, men ja Rasulullah, kush janë ata? Kale el jehudu e nësara, ato janë krishterë dhe jehudët. Krishterët dhe jehudët nëse mundoni mi pasu, kini me ranë gracë këta ative që në të roha. Dhe sot do musliman, që nuk e kanë nderin e familjes vetë, sot shef se qika të ative, njët natës, në dytë natës, nuk e din me ka nuk ka martu, mu ka nuk kalon, kanë fillu me hi këta gjona, këto probleme të ne. E musliman tek ne, nuk guzon të thotë me musliman me qenën ki problematikë. Nuk guzon të muslimanët mu përhap kjo se ta hup familjen, përhapën smundjet, në përkombët nderi, dhe nuk i mbet pastaj nëse njeriu t'i hup turpi o gjëna më e madhe, ka thonë pejgamberi alayhis salatu wasalam, imani është 70 disa dek, a'laha la ilaha illallah, ma e lartë është la ilaha illallah. Wa adnaha imatat al-adhan at-tariq, dhe më e ulta presosh me largu një pengesë nga rruga. Ka thonë wal haya'u min al-iman, dhe turpi është prej imanit. Turpi është pjesë e përbërëve e imanit. Nëse e hup njeri imanin, nëse e hup njeri turpin, që është turpi, pjesë e imanit, atëherë ka fillu me i hup edhe gjonat tjera. E lusim Allah në zëvëgjel, Allah subhanahu wa ta'ala të narun neve, narun familjet tona, narun jemtet tonë, qikat tona, e familjartë përgjithsi nga kjo mëkat i madh, na qetë të pastër, të pastërt me familjet tona në rrethin ton, të flasmi shumë për këtë çështje, të këshillojmë trit, të këshillojmë vajzat tona, motrat tona, të ndjekim, të përcjellim, nëse ka nevojë që njeriu të martohet, atëherë do të mu martu. Prej gjërave që na run neve shembull, e para është çka me a kallëzu se është e shëmtuar ki mëkat, sikur ka ardha i ridi ka thonë ja Rasulullah, direkt i ka thonë pejgamberi sa, oj dërguri Allah ku marr me bozina. Edhe ka thonë, ma lejo zinajen, ma lejo të bëj zina. E i ka thonë, pejgamberi sa, ti shte bo zina me nonën tënde? A kishte pas qef? Thot, ja Rasulullah. Po mu bo zina me motrën tënde? Po mu bo zina me halën tënde, me tezën tënde, filloj, thot, mi a cek, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ja vëndoj dorën balë, dhe thot, ja bëri një lutje, thot, nuk ka pas mat uretur se sa zinaje prej momentin që e ka buat lutje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tregoja këta, tregoja qetrën që Allah azza wa jall të shikon çdo kohë, çdo moment, ku i Allah azza wa jall të vëzhgon. Tregoja qetrën që do të më pas frikë nga Allahu subhanahu wa taala. Tregoja se martesa është një nga ilaçet. Pejgamberi i ka urdhëruar sahabët, i ka urdhëruar muslimanët, ja mashara shabab ju tri martohuni, se kjo është më e mirë për fenë e juve, për nderin e juve. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka porositur tri që s'kan mundësie me u martuar të agjerojnë. Ka thonë se agjerimi bëhet pengesë, agjerimi është mburoj, agjerimi ngushton venet, agjerimi bëhet shkak për me pengu deri tek zinaja. Pastaj tjetra e cila është njëra që përhapën shumë mësmi, përhapën punë të këqija. Shembull po përhap një gjuna, shembull ka rast njëri e gabon, njeriu është kullu bani adam khata wa khairul khata'in tawabin. Mirë po, nëse njeriu ka bo zina, dhe Allahu prej cilësive të Allahut është si tir, që janë mbulon. Po nëse bën edhe një herë edhe e shfaq, krenohet tek njerëzit, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kullu ummetin mu'afa illa al-mujahirun. Krejt ummetit kam ja falën vetëm ative që i shfaqin gjunahut. E kur shfaqet, pse kjo i damshëm?
se nëse e ka bënë gjuna, se ka pa kurkush, mbaron. Mirë, po kur të bëhet gjunahi dhe fillon me shfaq atë gjunahin, ai fillon mu përhap ai gjunahi. Dhe bëhet gjunahi më i madh që e kap këtë kolektivin, jo vetëm se personin, po e kap këtë shoqërinë. Lutim Allahun azza wa jall që Allahu na rut, na mbron dhe të na nxjerr fat që bardh deri në takime të tjera. Allahu ju shpërblet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.